Tensionet janë rritur në Maltezi pas një varg incidentesh të dhunshme që nga fundjava që patën në shënjestër emigrantë turq. Ajo që nisi si përleshje mes vendasve dhe të huajve në Podgoricë u shndrua shpejt në një valë sulmesh të nxitura nga urrejtja dhe në një debat kombëtar për emigracionin dhe sigurinë. Një burr malazias u godit me thik në kryeqytetin e Malit të Zi me 25 tetor duke pësuar plagë jo serioze. Policia arrestoi një shtetas turk dhe një shtetas azerbejdxanas si të dyshuar për ngjarjen dhe ndaloi 10 të tjerë pa dokumente të vlefshme qëndrimi. Pas incidentit filluan aktet e hakmarrjes. Disa biznese turke u sulmuan, vetura të emigrantëve turq u dogjën dhe disa shtetas turq raportua se u sulmuan fizikisht. Me 26 e me 27 tetor turma njerëzish marshuan në lagjet e banuara me shumicë turke duke brovoritur turqit jashtë dhe vritnit turqit. Autoritetet arrestuan 8 persona të dyshuar për gjuhë urrejtje dhe kërcënime me dhunë fizike. Më 28 tetor disa qindra demonstrues, mes tyre edhe të maskuar, u mblodhen para ndërtesës qeverisë për të kërkuar politika më të ashpra ndaj emigrantëve. Incidente nuk pati. Ngjarjet e ditëve të fundit tronditën disa malazez. To mi se ne sviđa, svako je dobrodošao u Crnoj Gori, mi smo jedna multietnički, ravnopravna, da kažem, građanska država i to treba očuvati. Por të tjerët u duk se ndajnë ndjenja në rritje kundër emigrantëve. Svaki vid nasilja treba osuditi što se toga tiče, ali upravo je na vladi da što hitnije izmijeni imigracionu politiku jer previše emigranata, bezbjednosna situacija je stvarno narušena i pravo da vam kažem, ja se više ne osjećam bezbjedno i prijatno. I to pod hitno mora da se mijenja. Turqit përbëjnë pak më shumë se 2% e banorëve të Malit të Zi sipas autoriteteve. Deri tani ata udhtonin lirshëm në Mal të Zi, por pas trazirave, qeveria malazese vendosi viza për turqit. Shteti tha se do të respektojë statusin e banorëve turq dhe se do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar qëndrim të tyre të qetë në përputhje me ligjin.